Për të tjera do ndiqni, Zamir Meta është një baba i cili u arrestua pasi akuzohet se ka abuzuar seksualisht me vajzën e tij të mitur 12 vjeçare. Ngjarja është regjistruar në fshatin Sheqishtë në Patos. Vajza e mitur ka rrëfyer tmerrin. Prej disa ditësh banorët e fshatit Kurdarin në bashkinë e Klosit janë ngritur në protestë për të kundërshtuar ndërtimin e një hidrocentrali nga firma Dome Selim Bedorian Domës. Protestuesit pretendojnë se projekti rrezikon të marrë përfundimisht ujin e pishëm. Një përplasje e re mes Donald Trump dhe Elon Musk ka shpërthyer në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pasi presidenti kërcënoi se mund të shqyrtojë dobimin e miliarderit nga vendi dhe ndërprerin e kontratave qeveritare që kompanitë e tij marrin. Shikues të nderuar, ju përshëndes në këtë edicion informativ këtu në ekranin e televizionit Adveu. Policia ka arrestuar Zamir Metën, 36 vjeç, pas denoncimit për abuzim seksual ndaj vajzës së tij biologjike, e cila është vetëm 12 vjeç. Kjo e fundit, nën kujdesin edhe të psikologëve, ka deklaruar se është përdhunuar që në moshën 5 vjeçare, ndërkohë Meta ka pranuar se ka abuzuar vetëm një herë me të. Personi në pamje është Zamir Meta, një baba mostër i cili u arrestua pasi akuzohet se ka abuzuar seksualisht me vajzën e tij të mitur 12 vjeçare. Ngjarja është regjistruar në fshatin Sheqishtë në Patos, ku vajza e mitur ishte larguar nga banesa e saj dhe kishte shkuar tek fshinji pasi dyshohej se ishte përdhunuar nga jati. Juela Meta, nëna e vajzës 12 vjeçare, pak më herët gjatë ditës së dieshme tha se ngjarjen e kishte marrë vesh në polici, ndërsa shton se burri i saj duhet të kalbet në burg për atë që ka bërë. 12 vjeçaria në polici, në praninë e psikologës, ka thënë se është përdhunuar nga jati që në moshën 5 vjeçare. Ndërkohë pas arrestimit, 36 vjeçari Zamir Meta ka pranuar se ka abuzuar seksualisht me vajzën e tij, por ka pretenduar se ka ndodhur vetëm një herë. E mitura aktualisht është marrë nga shteti për trajtim pasi kishte kaluar në depresion. Familja Meta kishte ardhur nga Gjermania para 20 muajve pasi kishin qëndruar 5 vite atje. Landi Palaj, i njohur edhe si truri rrjeti të basteve 333 dhe CR7, u arrestua pas një konflikti me armë në zonën e Alidemit në Tiranë. Hetime zbulon edhe lidhjet e tij me rrjetin elektoral dhe figura si Tom Doshi, që e ndihmuan të ndërtonte një rrjet prej 25 deri në 30 lokalesh në kryeqytet. Pas një sër tolerimesh nga ana autoriteteve, policia ka arrestuar më në fund Landi Palajin, e njohur si figura kryesore pas lokaleve të basteve 333 dhe CR7. Palaj u ndalua mbrëmjen e dieshme në heshtje pasi u përfshi në një konflikt me armë 10 qershor në zonën e Alidemit. Në njoftimin zyrtar, policia dha vetëm inicialet dhe gaboi vitin e ngjarjes, por burimet të sigurta konfirmojnë se bëhet fjalë për një Land Palajin, i quajtur ndryshe Landi. Rasti shihet si një provë serioze për sistemin e drejtësisë përballë një strukture të fuqishme të basteve të palishme. Informacionet tregojnë se Palaj po përdor të gjitha kanalet për të dalë nga qelia, ndërsa drejtësia pritet të tregojë forcën e saj ndaj këtij rrjeti kriminal. Palaj nuk figuron në QKB me kompani të regjistruar dhe në kronikat mediatike rezulton pothuajse i padukshëm, megjithatë konsiderohet truri lokaleve ku lulëzojnë bastë sportive pavarësisht ndalimit me ligj. Hetimet zbulojnë se ngritja e tij nisi gjatë fushatës elektorale të vitit 2021, kur Palaj ishte aktiv në mbledhjen e votave në Alidem në favor të PSD-s së Tom Doshit. Pikërisht aty ndërtoi lidhje të forta me persona kyç të rrjeteve elektorale, të cilat më pas i shfrytëzoi për të organizuar aktivitetin e basteve në mënyrë të strukturuar. Raportet theksojnë se njerëz pranë Tom Doshit dhe Çim Babasit i ndihmuan financiarisht dhe i garantuan mbrojtje, duke i hapur rrugën për të ndërtuar një rrjet prej 25 deri në 30 lokalesh në kryeqytet. Këto ambiente funksionojnë në pamje të parë si kafene ose pikalorash, por në të vërtetë ofrojnë baste të palishme me pagesa cash apo me kriptovaluta të mbrojtura nga VPN dhe platforma të centralizuara. Lokalet nuk shfaqin tabela ose logo të basteve, por mjafton të kesh kontaktet e duhura për t'u përfshirë në sistem. Paralelisht edhe SPAG dhe BKH kanë nisur hetime për të gjurmuar pasurinë e Tom Doshit, duke synuar të zbardhin rrjetin e plot që qëndron pas Palajit. Ky pritet të jetë një nga provat më të rëndësishme për drejtësinë për të goditur një prej skemave më të sofistikuara të basteve në vend.
Një qytetare ka denoncuar rastin e qumshtit të prishur të blerë në treg. Ajo ka zbuluar se qumshti ishte ndarë në shtresa duke treguar qartë se ishte i prishur. Rasti ngre shqetësime për mungesën e kontrolleve të sigurisë ushqimore në Shqipëri nga ana e Autoritetit Kombëtar të Ushqimeve. Një qytetare që ka ardhur nga jashtë vendit ka ngritur alarmin për cilësinë e produkteve ushqimore në tregun shqiptar. Përmes një mesazhi të drejtuarit taksis ton, ajo tregon se pasi bleu një karton qumshti të paketuar, zbuloi në brendësi një gjendje të papranueshme. Qumshti ishte ndarë në 2 shtresa, me lëng në pjesën e sipërme dhe me një shtresë të trash në pjesën e poshtme, duke dëshmuar qartë për prishjen e produktit. Denoncimi i plot. Përshëndetje, shikoni çfarë gjeta në brendësi të kartonit. Vim nga jashtë me mall për të parë të dashurit tan këtu, por a marrin në qafë fëmijët me këto produkte skandaloze. A ka kontrolle këtu? A funksionon ndonjë gjë? Faleminderit. Kartonin e hapa mbrëm në darkë dhe tani ishte ndarë qumshti në 2 pjesë, lëngu lart dhe pjesa e trash poshtë, nuk kam fjalë. Ky denoncim ngresh sërish pikpyetje mbi kontrollet e sigurisë ushqimore dhe përgjegjësinë e institucioneve për të mbrojtur konsumatorin nga produktet e rrezikshme. Banorët e fshatit Kurdari kanë protestuar kundër ndërtimit të hidrocentralit që rrezikon ujin e pishëm dhe burimet natyrore. Pavarësisht kundërshtimeve, kompania Doma vijon punimet me mbështetje nga Bashkia Klos. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme të institucioneve përkatëse pasi rrezikon t'ju marrë ujin e pishëm në fshat. Një turist nga Maqedonia ka dërguar një mesazh shqetësues nga Shëngjini, duke denoncuar kushtet e rënduara të plazhit dhe shërbimin e dobët në një prej resorteve të zonës. Sipas tij, përballë resortit, kanalizimet kalojnë në ujë dhe deti është shumë i ndotur, duke e bërë qëndrimin aty të papranueshëm. Kur ai u përpoq të ankojë në hotel, ju përgjigjen me indiferencë, duke thënë se situata është edhe më keq se sa duket dhe se ndotja është e pranishme në masë të madhe. Pasi kërkoi largimin nga hoteli me kusht që të kompensojë për një ditë që kishte qëndruar, ati ju tha se parat kanë ikur dhe nëse dëshiron të largohet, mund ta bëjë pa kompensim. Ky rast ngresh shqetësime serioze për cilësinë e shërbimeve turistike në zonën e Shëngjinit dhe tregon nevojën për ndërhyrje urgjente nga autoritetet për të siguruar standardet e nevojshme të pastërtisë dhe mbrojtjes së ambientit. Në mesazhin e plot, denoncuesi thot: "Përshëndetje, jam një turist nga Maqedonia dhe jam duke pushuar në Shëngjin te resorti Tanusha. Përballë resortit është nxjerr jashtë kanalizimi dhe deti është shumë i ndotur. Kur shkova të bëj një ankesë te hoteli më thanë që ka edhe më keq. Hajde mirë është. Tani kërkova që të largohem nga hoteli me kusht të kompensoj një natë që jam këtu. Më tha që s'bën, parat kanë ikur." Një turist nga Maqedonia ka denoncuar ndotjen e rëndë të detit dhe kushtet e papërballueshme të një resorti në Shëngjin të Lezhës. Ai është përballur me indiferencë nga stafi dhe refuzim për rimbursim pas ankesave, rasti ngre shqetësime për cilësinë e shërbimeve, por jo vetëm, edhe të menaxhimit mjedisor në zonat turistike në vendin tonë. Prej disa ditësh, banorët e fshatit Kurdari në Bashkinë e Klosit janë ngritur në protestë për të kundërshtuar ndërtimin e një hidrocentrali nga firma Doma, Selim dhe Dorian Domës. Protestuesit pretendojnë se projekti rrezikon t'ju marrë përfundimisht ujin e pishëm dhe burimet natyrore të fshatit, duke i lënë ata pa ujë për bujqësi dhe jetesë. Sipas tyre, pavarësisht protestave të përditshme, kompania vijon punimet e shoqëruar nga fadroma dhe makineri të rënda, duke u mbështetur në një leje të lëshuar nga kryetaria e Bashkisë Klos Valbona Kola. Banorët kërkojnë ndërhyrje të institucioneve për të ndaluar projektin, duke paralajmëruar se do të vazhdojnë protestat deri në anulimin e punimeve. Pamjet e siguruara nga redaksia jon tregojnë grumbullin e 10 qytetarëve përpara mjeteve të ndërtimit, mes që tensionit të shtuar mbi fatin e ujit të pishëm të komunitetit. Në Elbasan vijon ndotja nga zjarri masiv në pikën e mbetjeve duke përhapur tym dhe ndotje të rënd pa ndërhyrje të zjarrfikësve. Banorët janë të dëshpëruar dhe të rrezikuar nga ajri i helmuar, teksa Bashkia e Elbasanit nuk ka ndërmarrë asnjë mas. Situata alarmante në Elbasan nuk është përmirësuar atë gjatë orëve të natës. Zjarri i madh në pikën e grumbullimit të mbetjeve vijon të përhapë rreth të dëndura tymi, erë të padrueshme dhe ndotje të rënd ajri, që ka pushtuar banesat e banorëve përreth. Prej më shumë se 7 orësh, flakët kanë vazhduar pa asnjë ndërhyrje domethënëse, ndërsa zjarrfikësit sipas dëshmitarëve nuk janë shfaqur as për të tentuar shuarjen. Qytetarët e Elbasanit të dëshpëruar dhe zemëruar kanë dërguar video dhe mesazhe tronditëse në redaksin ton, ku dëshmojnë për pasojat e rënda të kësaj ndotje ekstreme. Akoma vazhdon të digjet. Kemi mbyllur 2 erë dritare se era e keqe na mbyti. Pluri dhe tymi i zjarrit hyn brenda në shtëpi, shkruan një qytetar. Një denoncues tjetër shton:
Më shumë se 7 orë pas një ndalesë, as nuk e kanë marrë mundimin t'i afrohen zjarr fikset. Ndërsa një tjetër qytetar raporton, po vdesim nga era e keqe, jemi larguar nga shtëpia, na mbyti tymi, 500 metre kam nga shtëpia, ju lutem merrni masa, jemi familje me fëmijë të vegjël. Kujtojnë se më herët redaksia jo raportoi pamjet alarmante, ku punonjës të incineratorit Elbasanit shiheshin duke i vënë vetë flakën mbetjeve, në atë që qytetarët e quajnë një masakër mjedisore e qëllimshme. Skandali ka ngritur edhe një herë pikpyetje të mëdha mbi funksionin real të incineratorit, një projekt i akuzuar prej vitesh për korrupsion, abuzim fondesh dhe dështim total në menaxhimin e mbetjeve. Ajo që po ndodh në Elbasan është më shumë se një katastrofë ekologjike, është një krim ndaj qytetarëve dhe natyrës. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme dhe përgjegjësi penale për autorët e kësaj ndotje të qëllimshme. Heshtja institucionale është po aq kriminale sa dhe vetë zjarri që po elmon ajrin, që qytetarët thithin çdo sekond. Redaksia jonë do të vijojë ta ndjek dhe të denoncojë çdo detaj të kësaj ngjarje. Donald Trump ka kërcënuar dobimin e Elon Musk dhe ndërprerjen e kontratave qeveritare dhe kompanive të tij. Përplasja nisi pasi Musk kritikoi paketën fiskale të Trump dhe kërcënoi me mbështetje për rivalët republikan. Një përplasje e re mes Donald Trump dhe Elon Musk ka shpërthyer në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi presidenti kërcënoi se mund të shqyrtojë dobimin e miliarderit nga vendi dhe ndërprerjen e kontratave qeveritare që kompanitë e tij marrin. Do ta shohim, ndoshta duhet të dërgojmë Dodge për ta marrë Elonin. Ai merr më shumë subvencione se çdo njeri tjetër në histori. Paton ndoshta do duhet të mbyllë gjithçka dhe të kthehej në Afrikën e Jugut, tha Trump për gazetarët më një korrik. Deklaratat erdhën pasi Musk kritikoi ashpër paketën e re fiskale të Trumpit në rrjetin X, ish Twitter, duke paralajmëruar se do të mbështesë kundërshtarët republikan në zgjedhjet parashkollore nëse ligji kalon. Musk reagoi menjëherë por kërkoi që t'i ndërpresin të gjitha subvencionet. Sipas mediave amerikane, kompani të ndryshme të Musk, përfshirë Tesla dhe SpaceX, kanë përfituar mbi 38 miliard dollar nga kontrata subvencione, kredi dhe lehtësime tatimore federale ndër vite. Trump thotë se miliarderi është kundër projektligjit, vetëm sepse ai heq kreditet tatimore për blerësit e makinave elektrike. Ndërkohë përplasja vjen vetëm 2 javë pasi Musk kërkoi të rregullonte marrëdhëniet me presidentin, duke kërkuar falje për deklaratat e kaluara. Ai kishte drejtuar më parë një agjenci federale të krijuar nga Trump për të reduktuar shpenzimet e qeverisë. Shikues të nderuar, ishin këto informacionet e përgatitura për ditën e sotme. Bashkë mirupafshim.